Vllaznia dhe Dinamo janë ndarë në barazim 0-0 në gjysmëfinalen e parë për Kupën e Shqipërisë. Ndeshja në Loro Boriçi nuk dhuroi gola teksa të dy ekipet nuk dhanë asgjë në këtë takim, që vlen shumë për një vend në finalen e madhe të Kupës së Shqipërisë. Pjesa e parë pati vetëm një rast të Zabergjës për të përmendur. Në të dytën ishte Gruda që po ashtu nuk shënjestroi si duhet portën. Pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë Tomas Brdarić deklaroi se ekipi i tij kishte mundësi për ta fituar ndeshjen. Was able to win. Them që kishim mundësi me fitu ndeshjen. In first half we had a little bit luck. Pjesë parë pat me fat. With the poor loose ball. Me një top të humbur But we've been stable in generally. Ishim stabil. Through 90 minutes, second half we create 2-3 good opportunities. And unfortunately we didn't succeed today to score. And everything is open for next match. Both teams want to win the cup. Both teams have strengths, abilities, and you have to be attentive, to work for the momentum in the game, and then let's see who will be pushed through and penetrate. Nga ana tjetër, trajneri i Dinamos Ilir Daja tha se është i kënaqur me këtë barazim në Shkodër. Me çdo lloj rezultati nga Shkodra largohesh gjithmonë i kënaqur, sepse në Shkodër luhet futboll. Prandaj edhe ndeshjet tona me Shkodrën bëhen më të bukura, sepse edhe Shkodra kërkon një futboll të hapur, edhe ne kërkojmë një futboll të hapur dhe në këtë moment prodhohet spektakël. Sigurisht që duke parë që specifika e kupës është me eliminim, ndoshta ka një farë ndrydhje, sepse ke vetëm 2 ndeshje mundësi që të vazhdosh më tej, por që gjithsesi na vjen mirë që edhe sot, sidomos pjesën e parë, prodhuam një futboll goxha të mirë, që mundet edhe të kishim shënuar, por që një barazim në Shkodër nuk është rezultat i keq. Tashmë gjithçka mbetet e hapur për duelin e kthimit, teksa të dy skuadrat do të fokusohen tek superiorja, ku luftojnë për çmpiesë e 2 vendeve të para në Final Four.